Policia e Korçës në bashkëpunim me prokurorin kanë finalizuar fazën e dytë të operacionit policor të koduar Shufrat, për goditjen e një rrjeti kriminal që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike drejt Greqisë. Si rezultati i hetimeve 6 mujore të kryera me metoda proaktive, u dokumentua përfshirja e 4 shtetasve të tjerë në këtë veprimtari kriminale. U ekzekutua masa e sigurisë, arrest në burg për 2 prej tyre konkretisht për shtetasit EM 38 vjeç nga Tirana dhe Jo 62 vjeç nga Durrësi. Ky i fundit aktualisht i arrestuar në Maltëzi për të njëjtën vepër penale. Nga hetimet rezulton se këta persona bashkëpunonin me 2 të arrestuarit me 18 nëntor 2024, të cilët tentuan të trafikonin 56 kg kanabis sativa drejt Greqisë, të fshehura në 44 shufra metalike në tavanin e një kamioni. Gjithashtu, u ekzekutua masa e sigurisë, pezullimi ushtrimit të një detyre a një shërbimi publik për një punonjës të DPSHTR-s 63 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për shpërdorim detyre, pasi ai ka manipuluar të dhënat e targave dhe pronësisë së mjeteve të përdorura në këtë veprimtari kriminale.